Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vetëm një gotë nga kjo para gjumit dhe do i thoni lam të mirë pagjumësisë. Pagjumësia është një nga problemet që nuk zgjidhet lehtësisht, pasi ndonjëherë edhe ilaçet nuk janë funksionale ose nëse përdoren për një kohë të gjatë, ato e humbasin efektivitetin e tyre. Nëse ju keni provuar çdo gjë dhe as çaj me kamomil nuk ju ndihmon, ndoshta ky lëng i cili përgatitet lehtësisht do ju bëjë që ta zgjidhni këtë stres të përditshëm. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një lugë gjelle vaj kokosi, 1/4 lugë çaj të mjaltit të papërpunuar dhe 1/8 lugë çaj krip deti. Si ta përgatisni dhe ta përdorni këtë pije? Opsioni i parë është që ju të përzini mjaltin dhe vajin e kokosit në një enë dhe të shtoni edhe kripën. Përzjeni mirë, konsumoni një lugë gjelle nga kjo përzierje dhe më pas konsumojeni një gotë ujë. Opsioni i dytë, konsumojeni vajin e kokosit dhe mjaltin darazi dhe gjithashtu konsumojeni edhe me një gotë ujë. Më pas mundet që të shtoni kripën e detit në një filxhan të vogël ujë dhe ta konsumoni atë. Sigurisht mund të provoni dhe recetën me banane. Stresi i përditshëm ka ndikim në orën dhe në cilësinë e gjumit. Nga ana tjetër, pagjumësia mundet që të shkaktojë probleme serioze në shëndet, ndaj orët e pushimit të natës duhet që të kthehen në prioritet për çdo i cili ka orë të lodhshme pune. Ata të cilët kanë probleme me pagjumësinë munden që të provojnë çaj me banane të zira. Bananet së bashku me lëkurat e tyre janë të larta në magnez dhe në kalium. Magnezi është jashtëzakonisht i dobishëm në rastin e çrregullimeve të gjumit dhe njëkohësisht mundet që të sigurojë qetësi. Siguroni që të përdorni 100% banane organike të cilat janë të pastra nga kimikatet dhe pesticidet. Përbërësit janë një banane organike, një tenxhere të vogël me ujë dhe një shkop kanell. Përgatitja: së pari prisni skajet e bananes, zhvisheni atë dhe vendoseni në një tenxhere me ujë të vluar së bashku me lëvozhgën. Lëreni që të vlojë për plotë 10 minuta dhe pastaj kalojeni atë në një kulesë. Shtoni pak kanellë dhe pijeni para se ju të shkoni për të fjetur. Frutin e mbetur mundet që ta përdorni për të përgatitur një ëmbëlsirë tepër të shijshme. Çaji me banane është gjithashtu një mënyrë e shkëlqyer për të trajtuar problemet tuaja me gjumin dhe njëkohësisht ajo është plotësisht natyrale, e sigurt dhe po ashtu mjaft e dobishme për shëndetin. Arsyeja pse zgjoheni në mes të natës lidhet me sasinë e hormoneve të stresit të cilat janë të ndodhura në trupin ton. Dhe ndërkohë duhet të keni parasysh, nëse vuani nga pagjumësia, ne këtu do t'ju tregojmë recetën e një ilaçi i cili do t'ju ndihmojë shumë. Besojeni ose jo, kripa dhe sheqeri mund të qetësojnë hormonet dhe t'ju sigurojnë ju një gjumë të qetë. Ka shumë njerëz që nuk e dinë se këto dy përbërës janë shumë të rëndësishëm në mbajtjen e një metabolizmi të shëndetshëm. Ato kontrollojnë hormonet e stresit dhe lejojnë qelizat tuaja që të prodhojnë energji. Ja përbërësit që juve do t'ju nevojiten: 5 lugë sheqer organik, 1 lugë gjelle sheqer i parafinuar, 2 lugë çaj krip deti. Vendoseni përzierje në një enë të cilën duhet ta mbyllni mirë dhe përzjeni. Mbajeni atë afër krevatit dhe mundet ta konsumoni kur keni pagjumësi gjatë natës. Sasia e rekomanduar është 1 lugë e vogël kafeje. Kjo përzierje mund të mbahet në gojë derisa ajo
të tretet plotësisht për të shpërndar mëtej në gjak. Personat që e kanë përdorur dëshmojnë se kanë bërë një gjumë më të qetë se ndonjëherë më parë. Ndërkohë, duhet të keni parasysh edhe pijet që duhet të konsumoni para se të flini gjumë. Gjumi cilësor është një nga gjërat më të rëndësishme për shëndetin tonë dhe gjithashtu një gjumë i mirë gjatë natës është po aq i rëndësishëm sa ne të ushqehemi shëndetshëm. Fatkeqësisht, shumë njerëz luftojnë me mungesën e gjumit, por edhe me pagjumsinë. Në mënyrë që trupi juaj të pushojë dhe të mbush bateritë e tij për ditën e nesërme, i nevojiten mesatarisht 7 deri në 8 orë gjumë të patrazuar. Ajo që ju pini para gjumit mund të ketë efekt në ndikimin nëse ju do të jeni në gjendje të bini në gjumë dhe rekomandohen disa pije për t'ju ndihmuar që të bini në gjumë sapo ju të vendosni kokën në jastëk. Si fillim, gjithçka që juve do t'ju duhet është ujë. Pija e parë dhe e disponueshme për të gjithë është padyshim uji. Shumë njerëz e mbajnë atë pranë shtratit të tyre dhe kjo nuk është pa arsye. Uji nuk ka sheqer, shuan etjen dhe njëkohësisht nuk përmban kalori. Sipas ekspertëve, rekomandohet të konsumoni më shumë gjatë ditës në mënyrë që të mos zgjoheni duke shkuar në tualet në mbrëmje. Çaji bimor. Çaji bimor para gjumit do të ketë një efekt qetësues në trup. Veçanërisht rekomandohet çaji i borzilokut, i cili ul nivelet e hormonit të stresit, kortizolit. Kamomili, çaji valerian dhe nenexhiku janë po ashtu të përshtatshëm për një gjumë të qetë, relaksim dhe gjithashtu lehtësim stresi. Qumshti. Qumshti i ngrohtë para gjumit është jashtëzakonisht efektiv, edhe pse kjo nuk është një pije e preferuar për shumë njerëz për të ulur shijen e laktozës. Mund ta përzieni në të një lugë çaj mjalt, karafil, kanellë ose shafran të Indis, i cili ka një efekt antiinflamator. Lëng qershie. Lëngu i qershisë pa sheqer ndihmon njerëzit të cilët vuajnë nga pagjumësia. Një studim i kryer me gra rreth 50 vjeç tregoi se ato të cilat pinin lëng qershie 2 herë në ditë arrinin të flinin 84 minuta më shumë se ata të cilët nuk pinin. Qershitë po ashtu janë të pasura me përbërës të cilët lidhen me një gjumë tepër të shëndetshëm. Nga ana tjetër mund të provoni edhe çajin e kamomilit, i cili po ashtu mbetet një element tepër i rëndësishëm për një gjumë sa më të mirë dhe njëkohësisht për të lehtësuar stresin. Njerëzit po përballen çdo ditë me një stres të vazhdueshëm dhe e kanë të nevojshme të aplikojnë teknika të ndryshme relaksimi. Pirja e çajit bimor në mesditë dhe përpara gjumit do t'ju ndihmojë që ju të arrini një çast qetësie dhe gjumë sa më të rehatshëm. Kamomili, sipas ekspertëve, rrit nivelet e melatoninës dhe të serotoninës në organizëm. Këto dy hormone janë të domosdoshëm për një jetë pa stres dhe njëkohësisht pa shqetësime. Sipas ekspertëve, një teori tjetër e cila rrit edhe efikasitetin e kamomilit thotë se flavonoidi apigenin, i cili gjendet te çaji kamomili, lidhet njëkohësisht me receptorët e trurit e nxit qetësimin e tyre. Përveç stresit, kamomili është shumë i mirë kundër migrenës dhe dhimbjeve të kokës. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.